Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, hani qep të njoma çdo ditë dhe nuk do të vuani më nga ky problem. Tashmë ka filluar sezoni i qepëve të reja dhe ekspertët sugjerojnë që ta shfrytëzoni këtë mundësi pasi dobit që ato ofrojnë janë të panumërta. Bimët në fjalë janë të pastura me vitamina dhe me minerale të cilat ndikojnë pozitivisht në organizëm dhe në trup në përgjithësi. Duke marrë parasysh faktin se qepët e reja janë përplot me vitaminë C dhe K, konsumimi i tyre forcon dhe mbron eshtrat, gjersa edhe ndihmon tek sëmundjet e ndryshme. Fal vetive anti-inflamatore ato ndihmojnë edhe në luftën kundër infeksioneve, stresit dhe gjithashtu të lodhjes. Le të ndjekim në këtë video disa nga vetit që ofrojnë qepët e reja, si edhe metodën që duhet të ndiqni për të arritur përfitimet maksimale. Shëron inflamacionin e fytit. Preni pjesën e gjelbër të kësaj bime në copëza të vogla. Shtoni xhenxhefilin aty të imtësuar si dhe pakës krip. Të gjitha këto së bashku vendoseni në një leckë dhe i ngrohni. Mbështilleni edhe një leckë tjetër me peshqir tjetër, vendoseni në fyt dhe thuani lam të mirë kundër inflamacionit. Zvogëlon ëndjen në këmbë. Pjesën e gjelbër të qepës së re zgjeni për disa minuta. Coptojeni mirë dhe nëse është e nevojshme, shtoni pak ujë derisa ju të fitoni një pastë homogjene me të cilën ju do të lyeni këmbët e ëndura. Çliron hundët e zëna. Shtypni një pjesë të pjesës së gjelbër të qepës së re dhe me lëngun e fituar lagni aty një leckë dhe më pas vendoseni në hund ose në pjesën e sinuseve dhe do ta shihni se çfarë ndikimi të menjëhershëm do të keni ju në hund. Vjen pikërisht sezoni i qepëve të njoma dhe ato janë të pasura me vitamina dhe minerale për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Qepët e njoma kanë veti antibakteriale dhe mbrojnë inflamacionin, si edhe ndihmojnë ndaj ftohjeve dhe janë gjithashtu të shkëlqyeshme për përmirësimin e tretjes. Keni parasysh që pjesa e gjelbër e qepës të njom nuk duhet të hidhet asnjëherë pasi përmban përbërës të shkëlqyer për shëndetin ton. Këto janë arsyet kryesore pse qepët e njoma janë të mira për t'u ngrënë çdo ditë. Mbrojnë zemrën. Janë plot me antioksidues që mbrojnë qelizat në trup nga dëmtimet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Përveç kësaj, qepët e njoma mbajnë presionin e gjakut brenda kufijve normal dhe zvogëlojnë rrezikun e mpiksjes. Janë të mira për shikimin. Qepët e njoma gjithashtu mbrojnë nga inflamacioni dhe zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të retinës. Përmbajnë vitaminë A, e cila është njëkohësisht e rëndësishme për prodhimin e proteinave në sy, e cila gjithashtu është përgjegjëse për shikimin e mirë. Njerëzit të cilët kanë mungesë të kësaj vitamine munden të vuajnë nga verbëria gjatë natës dhe gjithashtu nga çrregullime të ndryshme të tjera. Një qep përmban rreth 3% të kërkesës tuaj ditore për vitaminën A. Forcojnë kockat. Vitamina C dhe K me të cilat qepët e njoma janë të pasura, rreth 20% e dozës së rekomanduar të vitaminës K dhe rreth 2% të vitaminës C. Të dyja këto janë të rëndësishme për dentësinë dhe forcën e kockave. Mungesa e këtyre vitaminave rrit mundësinë e zhvillimit të osteoporozës dhe të frakturave. Ulin kolesterolin. Pjesa e gjelbër e qepës së re ul nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe gjithashtu ajo ndihmon
edhe në largimin dhe kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Për një lëkurë më të bukur, qepët e njoma ndihmojnë për të prodhuar një kohësisht kolagjen, i cili është i rëndësishëm për një lëkurë të bukur dhe të shëndetshme. Kolagjeni është përgjegjës për ngadalësimin e formimit të rrudhave në fytyrë. Gjithashtu, qepët janë të mira e duke qenë se ato përmbajnë shumë pak kalori. Sipas të dhënave, 100 gram qep të njoma përmbajnë 31 kalori. Ato gjithashtu janë të pasura edhe me antioksidant. Këto të fundit janë element që luftojnë sëmundjet e largojnë toksinat nga trupi. Organizmi juaj ka nevojë për antioksidant që të ulë shanset e kapjes së ndonjë sëmundje, përfshirë ato të cilat konsiderohen të rrezikshme. Ulin kolesterolin. Qepët e njoma shkaktojnë një reagim enzimash të cilat ulin prodhimin e kolesterolit, veçanërisht në qelizat e mëlçisë. Mirë po, duke qenë se qepët e njoma ndihmojnë në këto probleme shëndetësore, ju duhet të keni parasysh edhe disa informacione të tjera. Qepët e njoma përmbajnë vitamina dhe njëkohësisht përmbajnë edhe minerale, acid folik, hekur, fibra dietike dhe lëndë ushqyese. Falë përbërjes së tyre unike, zvogëlon inflamacionin në trup dhe forcon imunitetin. Mjekët nga ana tjetër e rekomandojnë për dietën e njerëzve me shumë sëmundje, përveç se përmban vitamina dhe minerale, për shembull vitamina C, vitamina B dhe gjithashtu fibra përmban flavonoid, të cilët veprojnë si antioksidant dhe reduktojnë njëkohësisht proceset inflamatore në trup dhe më shpesh ato prekin proceset kardiovaskulare, diabetin dhe sëmundjet onkologjike. Gjithashtu qepa ka një efekt pozitiv në imunitet. Gjithashtu qepa ndihmon në reduktimin e marrjes së kripës në trup. Pavarësisht gjithçkaje, qepa nuk duhet përdorur si ilaç që konsumohet vetëm kur një person është i sëmurë. Sipas nutricionistit, duhet të hahet rregullisht për të pasur një efekt parandalues në luftën kundër këtyre sëmundjeve. Problemi vetëm është era e keqe e gojës, por jo nga goja, por nga lëkura, sepse aroma e qepës ekskretohet përmes poreve. Megjithatë, disa njerëz nuk mund ta tresin qepën. Qepët e njoma duhet që të konsumohen në një mënyrë shumë të kufizuar, në qoftë se ju keni një stomak të ndjeshëm, nëse ju vuani nga gastriti ose keni acid. Mirë po, kjo nuk do të thotë që nuk duhet ta hani fare, por është e nevojshme që të merrni sasi të qepëve të cilat janë të këndshme për trupin tuaj dhe deri aq sa stomaku juaj mundet të përballojë. Që qepa të qëndrojë freskët dhe të mos humbas vetitë e saj të dobishme, është e nevojshme që të ruhet në frigorifer dhe gjithashtu të ndahen bishtat e qepës nga njëra tjetra. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.